أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Falënderimet dhe hamdi takon Allahut Azza wa Jall, ndërsa salatat dhe selamat e dërgojmë Resulullahit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndritshme, shokëve të tij fisnik dhe besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët pasuan, pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të dashur vëllezër besimtar, sot me lehtë Allahut Azza wa Jall vazhdojmë me pjesën tjetër që është pejgamberi alayhi salatu wassalam si mysafir, edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam çish i mirëprit te mysafirt, edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam çish shkonte te mysafirt. E për me fillu këtë temë, unë kësha dash para se me fillu, kësha dash mi të regu disa gjana që realisht, elhamdulillah Allah Azza wa Jall, vendit ton, njerëzve ton, popullit ton, ja ka mundësu që me pat këtë dukuri që e presin edhe mirë presin misafirin. Po flasë për atë gjeneratën që është pak më e madhe se unë edhe pak më e vjetër se unë. Do më thonë, gjenerata e babalarve dhe babgjyshave ton. Do më thonë, këto e kanë rujta traditën e misafir lëkut. Tu ardhë kjo koha ma moderne, do më thonë, tu bo njerëzit ma labila, tu bo njerëzit pak ma europian, në këtë kontekstin e bindjeve, jo në kontekstin e, do thonë, europianizimit, do thonë, vepra në aspektin ekonomik, po folin në aspektin e bindjeve fetare, e shet që dalin shinjave dhe njëherë që mendojnë se duke praktiku disa praktikat popujve tjerë, ti këmë konë ma i moderun. Kjo definitivisht bjen ujë në aspektin e kombit ton, realisht pastaj edhe duke bashkangjit edhe dindjen e Zotit Allahut Azza wa Jall. E dashur vëllezër besimtar, Allah Azza wa Jall mbasi popullit ton ja ka lënë që me dash mysafirin, edhe me mi prit mysafirin, edhe ti me shku diku mysafir, kjo i bie që Allah Azza wa Jall ka dash me tregu se çdo njeri prej neve ka nevojë për mysafirin. Do të thonë, nuk mundesh me thonë ti unë s'kam nevojë për mysafirin. Nuk është normale mos me pa ti nevojë për mysafirin. Nuk jetohet jeta veç tankon. Nuk ka shanca teorike njëri me jetu vet. Do të thonë, mundesh me jetu vet. Edhe kafsha si kafshë nuk jeton vet. Mos të flas na njëri. Do të thonë, kafsha lip me qenë me një tuf, me ato të cilët Allah Azza wa Jall ka mundsu me jetu. Ti çish po do me jetu vet. Për këtë arsye prej start e kuptojmë çështën se çka do të flasim për mysafirin, është çka ka bëu pejgamberi alayhis salam, e hapim një pasqyrë çka bëjmë ne, edhe çish lip me përmirësu veten tonë. E hadithi i parë cilën fol pejgamberi alayhis salam, në këtë rast është që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, ku thot pejgamberi alayhis salam, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le ta nderojë mysafirin. Do të thonë, kush beson Allahin, ai të beson Allahin. Ai të beson Allahin në muhabet e ki. Do të thonë, nëse beson Allahin, edhe beson ditën e gjykimit që kemi dhënë llogari para Allahit, lip patjetër me nderu mysafirin. Do të thonë, kjo nuk është dashta valla pos dashta, kjo është borxh. E tash kena me dhënë një fragmentim, do të thonë dy pole të kundërta janë. Mysafiri që s'ka ku me nejt, edhe mysafiri që ne kuptojna ndryshe halla, daja, tezja. Do të thonë, ka dy lloj mysafireve, nuk është veç mysafir çaj shka e kitin familjen tane. Mysafir edhe dikush që vjen pi jashtë kurse ki pa, me të ardhur në shtëpinë tane që ti me gostit, edhe kena mi tregu hadithet e pejgamberit alayhis salam, se çysh i kam i kprit pejgamberi alayhis salam, mysafir që i cika njoft, e dashur vëllezër besimtar. Gostia edhe mikpritja e mysafirit nuk do me thonë që ti veç mi qit me hang mysafirit. Se ne menojna gostire dhe mikpritja e mysafirit, valla ja musha tavolinin. Nuk ishtë ki qëllimi kryesori gostijës. Qëllimi kryesori gostijës janë disa pika me ren. Për shembull, kur ta mikprish që mysafirin, ajo fillon pite dera. Ose pite ftesa kur ta thirrsh në telefon ose kur thire. Si ta thirrsh ti me qere, valla pedi, erdh, shkoj, nuk i t'javo qefi. Edhe kur ta prit nder, nëse e prit me qere, nuk ja ki arrit qëllimi pse ka mysafirit e ti. Pastaj hy mysafiri brenda. Nuk është be hiç me rëndësi çka kemi qit mysafiri çka ka me hang. Shumë është me rëndësi muhabeti çka kemi abo. E mos ani edhe çysh kemi përcjell mysafirin. Do të thonë, këto janë ato pika që kena mi përsërit, do të thonë gjatë ligjëratës, pse se çto janë të rëndësishme te mysafirit. Nuk është e rëndësishme mysafirit që valla ja musha tavolinën fol. Po ti ja mush tavolinën, po nëse s'ja mush ti ja mush restorani, ka forma tjera, shkon e pagun edhe të mushet full. Nuk është me do e mos, do të thonë, shka i qet ti mysafirit. Me do e mos është ti, mi busqish, mi bo muhabet, me nderu çysh pejgamberi alayhis salam i ka nderu. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam si mikpritës. Për shembull, Muhamedi alayhis salam ishte më bujari prej krejt njerëzve. Mi të bu këtë njerëzimin me një anë, çeto? Këtë dynjan me një anë. Edhe Resulullah alayhis salam me një anë nuk mundet këtë dynjaja mu krahasu me pejgamberin alayhis salam sa bujar ka qenë. Për shembull, marrna një pikave se çysh ka qenë bujar pejgamberi alayhis salam, e ka që ka dhënë pa hesab.
Për shembull me bojllëk të madh. Kuj na japna me bojllëk? A e ki vetë në erë vetën, a ka bashkim kur japna në vetës me bojllëk? Kuj na japna me bojllëk? Dhe më thonë, pointa është kur tipsh ti me bojllëk të madh kur tipsh, çatëherë ti e dëshmon se i je me bujar. Rall, ngishta mund është me një popullin ton që hapin me bojllëk. Kjo i bie që hiç mos me këshir, më mshël sit edhe me dhon sa të mush. Jo valla ne e këshirna, mos jashina një ekstra, e kupton se dhem zemra. Për këtë arsye, ne kuptojna se pejgamberi alayhis salam i kemi bojllëk, edhe e dyta, kur ishte ma njëri që, do të thonë kur ishte njëri ma bujar, çdo ditë që jena tash ne. Do të thonë Resulullah alayhis salam, gjatë ta jetës ishte bujar, ama bujarinë e vet e shteke shumë kurrë në Ramazan. Do të thonë Ramazan s'mundet mu paramendu që mi ka përcit dita pejgamberit alayhis salam e jashta që i ka ushqyer një 10 njerëzi, ose ju ka dhënë sadaka një 20 njerëzve, ose i ka mikprit një 10 misafir, ose i ka mikprit një 10 delegacione të ndryshme që kanë ardhur në vizitë në Medinë. Do të thonë ka mikprit edhe ka pat shumë misafir, edhe bamirësinë e tij, bujarinë e tij e ka dëshmuar shumë gjatë Ramazanit. E dashur vëllezër besimtar, transmeton Ibn Abbas radiallahu anhu se Muhamedi alayhis salam ishte, do të thonë, më bujari ndër njerëzit, ndërsa bujaria e tij shtohej në Ramazan. Ndërsa Ibn Hibban i thot, nga aspektet më të veçanta të bujarisë, se bujaria një terminologji e madhe. Për shembull, çu shmuna e marr bujarinë. Zinë bujaria që xhamia. Do të thonë xhamia është komplet bujaria. E tash pjesa kryesore cila është e xhamisë? Do të thonë mihrabi, është hutbja, është kursia, do të thonë janë do vende kryesore të xhamisë. E një pi seneve të kryesore, do të thonë bujarisë, këtë rast ne e zojna që kush është mikpritja e misafirit, pe marrë në formë simbolike. Do të thonë e zojna që hutbja është, do të thonë mikpritja e misafirit këtë bujarit madhe. Do të thonë me kuptu qasin se një pjesë e madhe e bujarisë çka është, do të thonë është për me mikprit misafirin. E arabët, çush e kanë konsideru bujarin? Arabët e kanë konsideru bujarin me dy sene. Kush si ka pa çto dy sene nuk e kanë zonë njëri bujar. Do të thonë se kanë zonë hiç është njëri bujar. E para është kush e ka mikprit edhe e ka nderu musafirin, do të thonë e para, edhe e dyta kush ka dhënë ushqim, ka shpërnda ushqim. Nëse çto dy ti pare si ki pat, ti si je njëri bujar. Te ne të çka e dyta shumica dështojna. Do të thonë ne ushqim kërkujna si japna. E tregum ligjëratën e kaluar nga umin se ne ushqim ne nuk e dina çka mi dhon kushijës ushqim. Ne nuk e dina çka është mi thon gryes ton, nanës ton, motrës ton, ban ma te për ushqim, që kushijës ti tham, mos ban ti ushqim, që ti çoj ushqijës që ta kem një formë, do të thon mikpritjes madhe. Ne nuk e kena këtë tipar. Ata elhamdulillah te e para e kena. E nëse dikush si ka ashtu tudijat, let mundohet ta riktheje sa te humb bujarinë vet komplet. E dashur vëllezër besimtar. Arabët udhtonin na para mendo, fut që banin 2, 3, 5 kilometra në kohë arabët për me mujt me këshyr me gjithë dëni misafir. Neve te dera na vine si pranojna te dera, jo me dal me lim ti kanë. Do të thonë, te dera të vjen misafiri ti, ndoshta ti i bezilës ti nuk ja çel derën, se menon se si e hazër. Kanë shku arab 2 km, 3 deri 5 km për me shku me lim misafir, shka mi marr mi prun shtëpinë vet. Do të thonë, e kanë pat këtë formën e gostijës e të mikpritjes, do të thonë, pjesë shpirtërore se kanë pat veç muhabet. Nuk e kam pat valla une pe pres misafirin së është adet. Jo, e kam mikprit misafirin së është ibadet. Me mikprit misafirin shpijën tane është një dhunti e madhe që Allah i mund me të dhënë shpijën tane. E dashur vëllezër besimtar, Aisha radiallahu anha dinte më shumë për pejgamberin alayhis salam. Qysh gruaja di për burrin, është normale, ja di këtë detajet. Aisha tregon për pejgamberin alayhis salam ku tha se Muhamedi alayhis salam do thonë i tregoj kujna Aisha në këtë rast i tregon Muhamedi alayhis salam dhe i thot: "Pasha Allahun, ti i mban lidhjet fare fisnore, je i besueshëm, i mbështet pa aftët, u jep të varfërve, i nderon mysafirët dhe i ndihmon njerëzve gjatë fatkeqësive." Para mendo çfarë cilësitë mëdha Resulullah alayhis salam. Ndërsa për çka hadith Nevawi ju thot, nuk ka ndodhur që është kërkuar diçka pejgamberit alayhis salam e që ai ti përgjigjej negativisht. A di shka i bje që kjo hadith? Kështu me përkthyn terminologji shqip, do thonë shqip, Allah shqiptar që. Që kjo terminologji, do thonë që kjo hadith i pejgamberit alayhis salam edhe transmetimin e ujut, i bje që sot me thirr misafirin telefon, çush i përgjigjmine? Ja valla nuk pe di sot, ndoshta jam i zant, kena plan tjetër, do thonë automatikisht i refuzon. Do thonë, edhe nëse i lirë në shtëpinë tane, pak se ki çefin ti refuzon musafirin. O i dashur besimtar, misafiri vjen me të nderu, misafiri vjen me ta shtu bereqetin. Mos u tut se misafiri s'ta u bereqetin. Mo jemen, misafiri vjen prej qefit e ti. Mos e ban misafirin me art pizori. E di ku shkojna në pizorit? Në pizorit shkojna në Vareza.
se nuk ki qefti me shku varezat, ka dek dikush, ki me shku te varezat. Mos e ban shtëpinë tane fort. Mos e ban shtëpinë tane që me ardh veç për dekje njerëzit. Mos e ban shtëpinë tane që me të vizitu ti njerëzit veç kur ki fatkeqësi. Bane shtëpinë tane që me të ardh njerëzit edhe për gëzime. Bane shtëpinë tane që për pikë qefit me të ardh misafiri. Mos jam shel telefonin edhe mos i refuzon misafir. Pejgamberi alayhis salam nuk transmetohet asnjëherë që asnjë misafir se ka kthy. Do të thonë krejt misafir ti ka pranu. E jo në është me kuptu se zgudzojna mi thonë jo misafirit. Nëse i thu jo sot, i thu nesër i misar, ti e nesër të pres. Do të thonë mos i këshir mi bohe këtë senët të vi me prit misafirin. Shpesh herë misafiri e potencum nuk ka nevoj për ushqimin tanë. Shpesh herë misafiri ka nevoj për muhabetin që mund është mi abo tin tavolinën apo në qëndresën salonin tanë që keni me qëndru bashkë. Shumë është rëndësishme kjo që misafirit mos mi thonë jo, bujru maltan, bujru moj dashër i familjes teme, hajdi të shpjeme, qel maderën se shpi e pa bereqet që më është e shpi që si qelet dera jashta prejantarve të shpijës. Lip me ta prejkat bravën e derës edhe të hujtë. Lip me ta prejkat edhe misafirit atë bravën e derës që me hy edhe me ta po shpijen tane, me ta pru bereqetin. Nuk vjen bereqeti veç me misafir. Nuk vjen bereqeti të nejti veç me kryën tane dhe fmitet të në shpi. Unë e di që nashta duket se ranash me mi prit misafir. Apo dosh probleme të alloj? Apo dosh probleme të alloj? Apo do veç probleme me muknash që veç me familjarët e tut ngat? Prit njerëz edhe për jashtë me tartë. Tash kur të folën, nëna të folë për familjarët e ngusht. Të ne kurbe kujna i ka ndodhë që dikush mi artë pezajna, mi artë pi Kosove, elhamdulillah, në kohën të luftës atër kur ka qenen, thënë kur kini strehu, elhamdulillah, e kanë të regu bujarin e vetë. Ama tash në kohë të paqës, kujna i ka artë dikush pi Kosove, që nuk i ka kushtët, e ki pa në rrugë dhe mi thonë, hajde bujrum konak të shpjejme. Më thoi zan, gishta mujna me gjithë, 2-3 njerëzi, 5 njerëzi, ndoshta mujna me gjithë. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam njoftoi se Allahu azza wa jall është bujar dhe e don bujarin. Tash e tregojna, do të thonë, transmeton Sahel, do të thonë është hadithi i pejgamberit alayhis salam që transmeton Sahel ibn Sa'di se Muhamedi alayhis salam thoshte: "Në të vërtetë, Allahu azza wa jall është bujar edhe e do bujarin. Ai i do sjelljet fisnike edhe i urren sjelljet e kota." Që tu e kena një mësim tjetër. Me çfarë vage i mat punët e tua ti? Ai mat me vagën e Allahit, ai mat me vagën e epshit tan. Nëse i mat me vagën e Allahit punt, ta di se do të thonë bujarin tane, do të thonë kur ta maç me vagën e Allahit, i bie që ti nëse këshir veç për shtëpi, do të thonë veç për çat rrethin tan ngusht, si ki mirë punt. A nëse e këshir me epshin tan, po valla e kënaqë epshin tan këtë aspekt. Do të thonë ne lipmi mat punët e tona me vagën e Allahit, çdo punën tone. Çitë punën tone, kjo është një mësim tjetër. Çitë punën tone, që këtë punën e kam unë, alhamdulillah e kam vepruar. E çes që këtë punën që tu, edhe e vnej te vaga e Allahit. Nëse nuk peshon fort, dije se as te Allahi ditë gjykimit nuk ka me të peshu se vape. Do të thonë ne lipmi mat punët e tona automatikisht çashtu çysh e lip Allahu azza wa jall. E dashur vëllezër besimtar. Muhamedi alayhis salam nderimin e musafirit e bani pjesë besimit. Me ta bo dikush pjesë besimit, do të thonë timanit tan. Me ta bo pjesë timanit tan. Pritjen, edhe nderimin e musafirit është punë e madhe. Transmetohet se pejgamberi alayhis salam thot: "Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le ta ndrojë musafirin." E shka i bie me ndëru musafirin, pika shkurta. Ta përshëndetësh, do të thonë me fytyrë të keshme, tu kesh, jo me çere burk. E dyta, ti japësh ushqim. E treta, ti sigurosh vend qëndrim. Dhe e katërta, ti shërbesh personalisht. Që tu te e katërta, nejna bura. Ne si tulmin tavolin, grave, s'ka shanca teorike me jalicu punën. Do të thonë nejna bura. Pejgamberi Allahit alayhis salam kina me transmetu me dorën e vet i ka ushqy. Ne si ulmi, ne vesh dina me urdhnu. Balmaçat, do të thonë, ne në kësi forma dina, ne s'dina mu çu si bura, edhe me ndihmë edhe gryes, nuk ka marrë. Nuk ka marrë pejgamberi alayhis salam nëse e ka vepru, do të thonë s'është marrë kjo pjesë. Do të thonë ne lip me nderu misafirin kur t'ja shërbesh me dorën tane. Po flas personalisht. Kur kam qenë studime në Saudi, na ka ndodhur me shkuën shumë dietar eminent botëror që japin fetva për këtë dunjën. Kina shku mi vizitu, pasha Allah, dietar tu çeshin tajpke, për shembull një kafe, tajpke një hur. Unë i thësham vjen marrë. Thekë mund vjen marrë me çndru ti misafirin mos me nderu. Do të thonë ato e kanë mishru sjelljen e pejgamberit alayhis salam, edhe kështu e kanë aplikuar edhe në jetën e vet. E dashur vëllezër besimtar. Muhamedi alayhis salam e vlerësoi atë që e nderon misafirin edhe e konsideroi ndër njerëzit më të mirë. Për shembull,
transmeton Ibn Abbasi radiallahu anhu se Muhamedi alayhi salatu wasalam e mbajti një ligjërat në Tebuk. Kundër tjera është tha, nuk ka, këshirë, janë dy fragmente të hadithit. Unë kam e të regu fragmentin e dytë. Thotë, nuk ka si një beduin. E dini shka beduin? Bedevi, katunar i shkretinës, që s'di kur gjo me dënjan. Thotë, nuk ka si një bedevi, një beduin, që i run delet e ti, i cili i ushqen dhe e strehon musafirën e ti, edhe ja përmbush drejtat e ti. Po thotë pejgamberi Allahu alayhi salatu wasalam, çaj njeri, çaj katunari, çaj që ti s'duket kur gjosit e to, që ti ndoshta në terminologjin tane e poshtërson me termët, ale ju i një të parapambetur sen, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai i cili shikon punët e veta, këshir me hang halal, edhe e dyta, e nderon edhe ja plotson drejtat musafirit, s'ka me çket njeri. S'ka me çket njeri që ja plotson drejtat musafirit. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhi salatu wasalam tha, mikpritja e musafirit është e drejtë për çdo musliman. E që tu janë nisë në atë fazën për musafir që vin prej jashtë. Ai tha, një natë çndrimi, do të thonë i musafirit është obligim për çdo musliman. Çish i bie kjo shqip? Nëse dikush vjen dikush prej jashtë, prej Kosovë, prej Shqipënie, prej deri qyteti që s'ka ku mos trehu, edhe të vjen ty në oborin tan, ti të bëhet obligim një ditë e një natë mja dhanën e ka drejten me t'i lip që ti mi strehu shpjen tane. Thua, hotela shpjema, po hotela shpje jote. Hotela shpja jote, se pejgamberi alayhi salatu wasalam po të urdhnon që një ditë e një natë i takon misafirit. Pastaj vazhdon pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ai misafiri i bëhet borx pronarit shtëpis, nëse ai misafiri dëshiron, mund të marrë drejtën e tij, nëse jo mundet me lënat. Kjo i bie që ti si pronari shtëpis, që i e shtëpinë tane, nuk ki drejt me refuzu. Jo me thon s'po të marr. Ka drejt ai me thon, po hi ose s'po hi. Do me thonë për neve detyrohet për me pritën ne, detyromi për me këprit edhe me mikprit. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhi salatu wasalam i tha Osman ibn Madhunit, vllovi ti prej nanës, prej xhirit, do me thonë jo prej gjakut, po prej xhirit, i tha musafiri i gëzon drejtat e tij. Sigur për shembull çdo njeri që i gëzon drejtat e veta me ligje, me kushtetuta, do me thonë ndryshme botërore, edhe musafiri dinin e Allahut, legjislaturën e Allahut azza wa jall i gëzon drejtat e tij. Ndërsa Ukbe ibn Amiri thot, e pyetën Muhamedit alayhi salatu wasalam, tash shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam po dojnë mi thon pejgamberit alayhi salatu wasalam një sen tjetër. Ti po na çon neve në vende ndryshme. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thënë shokët e vet në vende ndryshme. Shkon çket verin, shkon çket verin, shkon çket verin, e di, shko edhe shpërndaje ditën e Allahut. Edhe në moment këto i thojnë, ti po na çon, ama ato kërkuj s'po na ban neve konak. E pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, me ja u shpjegu hadithin me terminologji tjetër. Është terminologji profesionale që zor kuptohet. Me ja u përkthy shqip i bie kështu. Kur dikush ti pranon shtëpinë e vet, e ki me drejt mi ju thon kët njerëzve se filani i biri filanit nuk ka pranuar shtëpinë e vet. Do me thon me korit se nuk ta ka përmbush drejtën tane. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka dhënë leje për këtë. Do me thon ki drejt me korit dikan i cili, ki drejt me korit publikisht dikan i cili ti tho i kërkon atina për me dëbo konak, a i të refuzon, automatikisht ki drejt me korit. Do më thonë, kështu qëfar shkolle dhe qëfar mësimi, do më thonë, qëfar edukimi ti e dini Allahut azza wa jall. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhi salatu wasalam i shpjegoi tash, se tash i dham drejta në misafirit, ama tash kena me shpjegu ku i ka kufi të hudutët misafiri, se do misafir s'kan hudute, s'kan kufi. Nëse ti pa ke dorën edhe krajnë ta merë, ti e krajnë e kitë trupin ta merë. Do më thonë, tash pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e le kufinin qenë, po ta kallzon, dej që tu ki drejt, dej që tu, që kjo është ai pozicioni jo që ti lip mundal. Transmetohet se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, misafirit i takon dita edhe nata e tij, mikpritja e tij, këshirne, borxhe ki obligim vajib, disa dietar thonë që me mi prit misafirin një natë e një ditë. Ndërsa sunneti pejgamberit alayhi salatu wasalam është misafirin me prit shpjentane 3 ditë. E masi të bëhën 3 ditë, çka me bo? Dikush thotë, vallon po du më ardhë misafirët e ti 20 ditë. Për shembull, ne kena pi Turkijës, që na vinë, mashallah, familjar. Edhe tash, aj 3 ditë, do thonë është suneti pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pa ai mundet me thonë që 20 ditë unë du më ardhë të ti. Çka li mi thonë ti? Pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë, nëse pronari i shtëpisë të lut, mas 3 ditëve rri, kjo është sadaka për juve. Ama nëse të këshirë me qere që dilash, si mi këprit mo. Do 3 ditë e kiti obligim. Dej që të e ki kofinin. Dej që tu, mos i ka përce kofin. Do kina me të regu pastaj që edhe kur vjen misafir normal i shtëpisë,
Kër e zë saati 4 i natës, a i din e mas sabajt. O, altan, që dilë, sa s'kan thonë dilë veta, e kupton? Thonë mos i te, pro kufit e tu. Kina mi të regune, ne të regojna edhe anën që ne lip me përmisu, edhe anën që misafirit se, edhe ne shkojna dikun misafir, edhe ne prejsa dikun misafir. Këtu s'ka kujna pi gjujnë Allah, këtu çdo njëri ti gjujnë Allah. Unë edhe vetës i gjujnë Allah këtu. Do më thonë, automatikisht e kuptojna se njëri tjetrit ja tegojna pikat e dopta edhe pikat e forta. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam rrinte me misafirin edhe çeshte së bashku, që e potencum disa herë që mi bo ma vetë misafirit. Transmeton Thaubani se erdhi një beduin, do më thonë një fshatar të Muhamedi alayhis salam, ama fshatar inteligjent. Edhe ul pranë shtëpisë pejgamberit alayhis salam bashkë me pejgamberin alayhis salam me bisedu. Edhe ja nisi Resulullah alayhis salam me pyet ke çish është puna me popullin tanë, me namazin, me islamin. Edhe ja nisi mi tregu ki do lajme të mira, edhe ja nisi me keq pejgamberi alayhis salam. Kur afru me zdita, do thon kaleni kohë, u afru me zdita, më thiri Muhamedi alayhis salam tregon Thaubani dhe më tha, shko te Aisha pyete, do të thon se a ka diçka ushqim për mysafirët. Edhe shkon Thaubani te Aisha radhiyallahu anha, edhe pyetet o Aisha, a ka diçka në shtëpi? Thot vallahi kur gjoskina, hiç kur gjoskina. Kur na ka ndodh neve kur gjo frigjideriat mos me padve. Kur të ka ndodh pashallahin shtëpia jote thatë mu kombe. Thuj ba Allahit elhamdulillah tash. Thuj ba Allahit elhamdulillah tash tanat mirat i ka dhënë Allahu azza wa jall. Pi luksit më ati nuk diçka me hang përpara. Do të thon tanat mirat i ka dhënë Allahu azza wa jall sofrën tane. Edhe në moment Thubani shkon te pejgamberi alayhis salam dhe i thot ja Rasulullah. Ja Rasulullah thot kur gjo thot s'ka Aisha. Thot shko te kit gra tjera. Dersin e dytë të këtij muajit Ramazanit ka tregu sa gra i ka pas pejgamberi alayhis salam. Edhe shkon te kit grat pyet, a ka diçka me hang? A ka diçka me hang? Kur gjo s'ka me hang? Valla kjo është absurde. Valla s'mujnane me ingsi likure. Një më të shpia pejgamberit alayhis salam, as njëna nuk ka kur gjo me hang. Edhe kthehet pejgamberi alayhis salam, kur është ja bën me isharet thot kur gjo s'ka me hang. Edhe në këtë moment e prish fytyrën pejgamberi alayhis salam. Ama shka tregu beduini inteligjent. I thot pejgamberi alayhis salam, masi e kuptoi situatën, e kuptoi se kur gjo s'ka me hang. Edhe beduini i thot pejgamberit alayhis salam, ne banorët e shkretinës jena mësuar periudhat vështira, jo sikur ju zoraxhit qytetarët, e kupton? Jo këtë luks keni qef. Thot ne mjaftomi me pak hurma edhe pak çumsht. Në fakt kjo është ushqimi më i mirë për neve. Ta kuptojnë anisen. Në botën arabe është tatësi e madhe. Nëse ha mish, okay, do të thonë mish është e para, mund i armas mishit veç tamli. A di pse tamli? Se është i lëngshëm, ka vitamina, edhe është tatësi e madhe, edhe kur s'kan pat me hang mish, ka pi tamën edhe kanë hang hurma. E kuptoni, do të thonë, është trajt. Në moment, do të thonë tregon thotë se ne i hajna do hurma edhe çumsh edhe ka përcena ndoshta edhe 2-3 ditë sa hajna buk. Edhe në moment derisa ishin duke qëndru, ka përcen një dhij me pronarin e vet, me pronarin e vet, ama pronari se e kishte miel, edhe e kishte shit tamlin. Edhe pejgamberi alayhis salam e sheh dhijen, edhe me durtë e veta shkon e miel dhijen. Në moment e miel dhijen, thot more sa kjo sa e sosi tamlin, s'ka më tamël. Boni pejgamberi alayhis salam bismillah dhe ja nisi me miel, e mushi komplet një kusi edhe ja dha me pi edhe atje edhe këtë gravet veta. Do të thonë beduini ja lehtësoi pejgamberit alayhis salam gjendjen. E kur ja lehtësoi gjendjen, hatri beduinit Allah i e boni që më ardh një dhiçë me çit tamël. Do të thonë lehtësoni situatat në kësi raste. E dashur vëllezër besimtar. Edhe kur ki fukarallëk në shtëpinë tane, që ndoshta tash dikush mund të më anku, kena kriz, normale është, inflacioni hip, ti nuk del rroga, e keni rrogë minimale, është shumë normale. Edhe kur ki fukarallëk, mos u tut që fukaraja vjen të ha riskun ton. Kur s'ta ha fukaraja riskun ton. Fukaraja vjen me riskin e vet, edhe plus vjen me bereqetin e Allahit, që nëse vjen në shtëpinë tane pasha Allahit, ki me pat një muj ndryshe, nëse pret mysafir vazhdimisht. Qiti, veç qaj, kur gjo iq, apo kur gjo s'ki, veç qaj, spate qaj, veç uj, muhabet bani. Mësu ankon nuk kam shkam i qit. Uj, elhamdulillah, shkupi ka. Ne që këtë problem se kena. Mës pas ujt blem, ujt qesh, mës pijet, këna që të pi, qiti misafirit, spaku pranoje, ne të tasile, bere qetin e Allahit në shpijen tane. Do më thonë, edhe fukaron kofsh, kur mos e refuzon misafiri, pranoje, bujrom dera qelësh. Elhamdulillah, Allah në ka dhonë disat mira që shumë popull ndoshta nuk i kanë. Për shembull, nuk krahasu ne me popullin afrikan, ne para mendone kur vjen doni afrikan me na pa neve. Thotë ju kanë njerëzit më të pasur. Un kam jetuar me afrikan në Medinë. Un kam jetuar që vallahi bilaj tallaj, ato rrogën e kanë 30 euro, 40 euro, që në 3-40 euro çka ofi pina, do të thonë se kanë problem për këtë pjesë. Ato 3-40 euro muin e çesin edhe i dajnë parë.
Do të thonë punë e madhe është, ato na shohin neve si të pasur, kështu që çat çaki shpijantane me çata ushqej ato të cilat i kin shpijantane. Do të thonë realisht për mysafirët e kam qëllimin. Muhamedi alayhi salatu wasalam kur nuk gjente do të thonë ushqim për mysafirët. Transmeton Abu Huraira radiallahu anhu se erdhi një njeri te pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe i tha: "Ja Rasulullah, më kam bizotru, apo më ka kaplu komplet varfria." E pejgamberi alayhi salatu wasalam e dërgoi dikant të bashortët e tij, edhe ato i thanë: "Vallai kur do s'kena përveç se ujë." Para mendo edhe ujë kriz, jo vetëm ushqim kriz. Edhe në këtë moment Muhamedi alayhi salatu wasalam kërkoi, i kishte çtu xhamat të pranishmit, edhe ju kërkoi ku ju tha: "A ka dikush ka e merr çiket te shtëpia vet?" Edhe qohet njëri prej banorëve të Medinës, Ansari, i thot: "Unë ja Rasulullah." Edhe në moment e merr ki Ansaria dhe shkon te shtëpia vet. Është hadith i mirënjohur. Çiket hadith pe Allahu Azza wa Jall ka buzëqesh me çiket njeri që e ka marrën këtë mysafirin. Dëgjoni situatën. Në këtë moment, do të thonë, shkojnë te shtëpia vet, edhe ky Ansaria i thot grujës vet. I thot: "Nderoje mysafirin e dërgumit të Allahut." Edhe në këtë moment gruaja i thot: "Pasha Allahun, nuk kemi kur gjo përveç se ushqimit fëmijëve." Ha, subhanallah. Thot: "Kur gjo s'kena përveç ushqimit fëmijëve." E prekim pik dopt fëmija, kur ti thot babës, veç që kete kena baba riunt, ama nuk i le fëmijët unt. Këshirne Ansaria që she merr mysafirin. Në këtë rast, do të thonë, i thot: "Përgatit ushqim." Thot: "Ndeze llambën, dritën." Thot: "Edhe bani fëmijët që të flenë gjumë, nëse lipin buk, shtirin gjumë fëmijët. Mysafirin mos e le unt." Edhe në këtë moment kur ta shtrosh darkën, ndale llambën edhe banu sikur i to hang buk. Me luk shi to hang buk. Para mendo, me aktru edhe pse si to hang. Pse veç mos ndjehet keq mysafiri. E në këtë rast, ata u banën kështu janë to hang buk, edhe shkuan do të thonë shtrat barkin bosh. Në sabaj, ki Ansaria shkoi te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe Muhamedi alayhi salatu wasalam tha: "Allahu ka qeshur, ose me një transmetim tjetër, është mahnitur nga veprimet e tua mbron." Para mendo, Allahi është mahnit me atë i cili e ka lënë barkin e vet shprast, mysafirin mos me lën unt. Pastaj Allahu tha në Kur'an: "Madje edhe sikur të kishin vet nevojë për të, ata i jepnin përpasy atyve përpara vetvetes." Do të thonë, për mysafirin lip me te i kalu vetën tane ti, lip me te i kalu. Kur kina flet në barkin bosh e mysafiri me ham, kur kina flet? Kur vallai s'kina flet? Sa herë barkin tonë kina këshirt para barkit, do të thonë të mysafirit ose të kojshijes tanë që e kije. A shka thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk ka besu, vallai nuk ka besu me besim të plot, me përsosmërit imanit, ai i cili në shtëpinë e vet fle, do të thonë barkin full edhe të mush, edhe ndoshta gukson prej barkit mush që e ka, ndërsa kojshia vet s'ka shka me hang ushqim shtëpinë e tij. Do të thonë këto hadithe lip neve pak me na përmirësu jetën tonë, edhe me na e bë jetën tonë që me pa me një sy më ndryshe. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhi salatu wasalam i nderonte mysafirët edhe nëse ata ishin pa besimtar. Hajde bismillah, ne besimtar probleme pa besimtar. Dietarët Ibn Taymija, Ibn Hajar al-Asqalani, shumë dietar e kanë leju që shkavellit, jo besimtarit, me gostit edhe me mi prit e shpejote. Ama jo me mi prit pasi kjarti krishter të shpjeme, ose jo besimtar, hajde një raki. Jo. Shkon kjo, as mi shthivi, jo s'lejot. Nuk lejoti misafirit shka mi qitën alkohol. I qatë shka e kije ti shka hedit për dit. S'munësh që mi thamë, valla, ta është të nderoj misafirin mas mirë dhe t'ja bin një shishe vin. Ja, valla, s'munësh. Do thonë, këtu ndalot repsisht. Transmeton Abu Huraira radiallahu anhu se Muhamedi alayhi salatu wasalam e mikpriti një jo musliman, urdhroi që tere, do të thonë që një dele të mielej dhe i shërbeju atij çopsht. Që kjo hadith është shumë interesant. Para mendone, pejgamberi alayhi salatu wasalam urdhnoi që deli atë mielet edhe t'i japet çopsht. Pastaj misafir, do të thonë pastaj Muhamedi alayhi salatu wasalam e mieli edhe një dele tjetër, edhe i dha çopsht, derisa i dha misafirit një herë, dy herë, tre herë, shumë piti tamën, derisa thot 7 herë piti tamën. Edhe masish piti mirë, u fri mirë, do të thonë pa besimtari, shkoj me fletë edhe kërë qunë sabah, për mirësisë të madhe, e pranoj islamin. E pranoj islamin edhe ta testoj e pejgamberin alayhi salatu wasalam. Edhe në basi e pranoj islamin, pejgamberi alayhi salatu wasalam apet, që nësa interesant, pejgamberi alayhi salatu wasalam apet, pi ofron me pi tamël. Edhe ki pi tamël, me të parën frinjët. Ja ofron pejgamberi alayhi salatu wasalam, dytën thot, jo, faleminderit u frina. Shka i bje kjo? Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: besimtari pi me një stomak, me një bark, a jo besimtari me 7 stomaka. Ka shumë simi që kjo, nuk ka veç një.
kena me tregu diçka. Kjo është se kur besimtari ban bismillah, nuk pimat shejtani. Çka thojnë ne? Kur të pish pa bismillah dhe me ti ka hangë shejtani. Edhe për shembull kur ha diku shumë bukë ne thojna, a ki bove bismillah. Domethënë, a ki bove bismillah se e fshin e këtë mosën. Domethënë nuk ka bove bismillah. Ka studime që thojnë pa besimtari realisht zorën e ka më trash. Në momentin që e pranon Islamin i ngushtohet. Vallahi billahi, ka studime. Në momentin që e pranon Islamin i ngushtohet, se besimtari mjaftohet me pak. Besimtari nuk ka e psharak që për këtë dunjan taje. Edhe veç shofe me hang. Këto ky hadith ka shumë dobi ndryshme. Do të thonë ne kuptojna se si musliman ne mjaftohemi me pak. E dashur vëllezër besimtar. Kur ti jemi pret një jo musliman, se muslimanin e kena obligim, kjo tregon që kultura islame edhe civilizimi islam është nivelin më të lartë. Se kur ta mikprit shtini jo besimtar, kjo tregon që ti do me pasqyru dinjën e Allahut në formën më së miri. Ka shumë raste kur dikush e ka prit një jo besimtar, sikur rasti pejgamberit alayhis salam, që është bërë shembulltyr që ai pala tjetër me pranu Islamin. E një mësim tjetër që e nxjerrna, do të thonë prej këtij hadithit pejgamberit alayhis salam, është që ushqimi që hahet pa bismillah s'ka bereqet. Ushqimin cilin ti hulës sofrën tane, edhe nuk thu me emrin e Allahut, bismillah, pasha Allah ti mundesh me hangë ma tepër edhe nuk frihesh. A kur të bajsh bismillah, nëse edhe pak kon tavolinë e juve, me çat pak ti kimu mjaftu. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salam tash e tregojna që ju shërbente mysafirëve. Në hadithin e Xhabir ibn Abdullah transmetohet se ai kishte ftuar Muhamedin alayhis salam ditën e Hendekut dhe i kishte thënë: "Ja Rasulullah, kam një sasi të vogël të ushqimit, merre një ose dy shok me veti." Pejgamberi alayhis salam i tha: "Bjem ata shosa ky ushqim." Edhe e pa Muhamedi alayhis salam i tha: "Mjaftu shumë kana." Edhe pejgamberi alayhis salam shkon edhe i thirr këtë muhaxhirët edhe këtë ensar, një grumull të madh njerëzve. Edhe në këtë moment kur i sheh kish ka thirr pejgamberi alayhis salam, thot gruazve, thot i mirë jone gjithë këto njerëz çka kanë me hangë, lumi Allah e di. Edhe në moment pejgamberi alayhis salam vjen edhe ja shtrojnë çka ishte këtë komplet, edhe e merr me dorën e vet bekume Resulullah alayhis salam edhe ja u dan bukën. Ja u dan bukën edhe me shaka pak me mish, me ka pak mish. Edhe pejgamberi alayhis salam ja u dan krejt shokëve të vet. Krejt hajnë buk, bile met hala prej bukës. Te ne valla nuk me qështu. Valla nuk me. E këshirën e shka është apet mësim tjetër. Kush e pret misafirin bereqetin e ka maksimal. Do të thonë pejgamberi alayhis salam e para, se Allah azza wa jalla ka bekuat buk. Do të thonë edhe kur e bekon Allah një ushqim, çka thonë ne? O Allah, bekoj ushqimin ton, çe hajna. Do të thonë pse ne bojna bismillah? Pse në fund për shembull bojna duan e bukës, do të thonë vetvetiu. Pse se bereqeti ja punë e madhe. Se për me kuptu bereqetin kam ja u tregu një sen. Bereqeti vetëm që këtë formë kuptohet. Kur një qen i ban do pasartës, do të thonë qenusha të vogli, sa dalin prej një qenit gjini femrore, sa dalin? 7, 8, 10, apo? Delja, kur e lind, sa dalin? Një, maksimum 2. Shaka ma shumë 2 një, a qena dele. Plus delja bod kurban. Do thonë shaka ma dele. Do thonë dele, apo? Pse ka dele? Se Allah azza wa jall e ka bëhe që me pot bereqet. Bereqeti që të kuptohet. Ti nështë ta i merë 200 euro rogë, dikush i merë 2.000, ti i merë 200 i danë 50 euro, a i merë 2.000 minus 2.000 i bërç. Do më thonë, bereqeti Allah i tasë dhe o gjell nuk komentohet. Për që këtë arsye në thojna, o Allah në eshto bereqetin, jo pasurin. Pasuria është relative, e ki se ki. O Allah në eshto bereqetin. E dashur vëllezër besimtar. Allahu azza wa jall thotë në Kur'an: "O ju që besuat, mos hyni në shtëpitë e pejgamberit ndryshe, vetëm se u lejohet për ndonjë ngranje e duke mos pritur përgatitjen e saj, por kur të thirreni atëherë hyni, e kur të jeni të ushqyer atëherë shpërndahuni, duke mos hyrë në bisedë me njëri tjetrin." Vërtet këto, pritja, qëndrimi, biseda e mundojnë pejgamberin alayhis salam, por ai turprohet prej jush, e Allahu turprohet me ta tregu realitetin. Kena më shpjegu 2-3 pjesë të ajetit. Transmeton, do të thonë komentimi i ajetit sipas Es-Sidit, është një dietar, thot pjesa e parë flet që mos hyni në shtëpinë e pejgamberit alayhis salam pas çdo dikushte. E para, mos hyni në shtëpinë e kërkujt pa dhënë leje, edhe e dyta, qëndroni vetë sa është e nevojshme. Do të thonë po fola për pejgamberin alayhis salam. Pastaj pjesa tjetër është thot, por ai turprohet prej jush. Muhamedit alayhis salam i vike marrë mi thon largoni. Për shembull këtë keni mësim. Shumë ushtarant mi thon misafirit, au bobo, apo del. Do të thonë shumë ushtarant mi thon misafirit, ama do misafir vallali mi thon apo del me çel derën edhe mshele pi jashtë.
Dhe më thonë, se aj mundet me te dhe në 3, 4, 5 sabah, o, mu barek i dunjas, unë e kam me mësu, unë e kam do shta, nesër në punë 7 sabah, mos ma hupti mu e këtë ditën, hajde, rrit 3-4 orë, nuk u pish punë, dhe në 12 natës, rrit dhe në 12 natës, ama jo dhe në 5 sabah, se si të bot, si tire sabajt, po qëse edhe imam masa ne i barëm, e kuptohen, dhe më thonë, nuk ka problem, apo poenta është, valla poenta është me pot edhe një kufi, te misafirit, te kjo është, misafirilëk ju ofër, te familjarët e tonë që i kena. E pejgamberi a.s. ju vike mare, ju thonë, e Allah azza wa jall, çka thot? Allahit nuk i vjen mare me tregu realitetin. Çka i bie kjo? Allah me këtë pjesë na tregon se Allahi e di se njerëzit çka e kanë brendsinë vet. Çdo njëri, si të bëhet 2-3 sati me misafirin, valla vetë me zipret toje, çupi shtëpia, sa e kupton? Hajde mo. E Allahi e di realitetin. Për këtë arsye thot, mos e teproni me çndrim. Edhe kur treni, rrini me mos. Do thonë edhe kur të hani me mos. Edhe kur të pini, pini me mos. Do thonë këtë bani me mos. Ky ajet kuranor është me tregu që edhe kur të kesh misafir, mos i tepro çndrimet. Ani pse thot ai, rrebe se herët është pse po me rizën. Ai ta bën me të nderu, ama realitet edhe ati i bo qefi kur të shkësh. Dhe më thonë, e kupton si është metoda për me qëndru të një misafir, që që ka lemru Allahu Azza wa Jall. E Muhamedi a.s. si misafir, për shembull dhe kira dhe një 3-4 pika, Muhamedi a.s. ishte një misafir i për ullur edhe i pranonte edhe ftesat e vogla. Për shembull, transmetohet se pejgamberi a.s. thot, edhe me pastir dikush me hong një shpatull ose një kërci. A dini çka është kërci? Mes kamës edhe gunit, po se a pjesht, do më thonë, që ajo pjesa që ti mish, ajo, kur ta qetë dikush që ata ti duket e ti shumë e ullët, a shpatla, pejgamberi a.s. e ka dasht, thot pejgamberi a.s. me më pastir dikush edhe për shpatull, edhe për kërci, une e kisha pranu ftesën, edhe kisha shku, do më thonë, ne zgudzojna me këshyrën, se shka të qetë misafiri, mos shkove te pasaniki këtë dunjaja shkon, shkove te fukaraja, nderoje edhe fukaraje me prezencën tone, do më thonë, mos shkove veç te pasaniki, te pasaniki dashte shkon se lakmon. A te fukaraja kur thire me të parën shko. Mos i këshir ftesat, mi a këshir njerë profili, qëfar profili është. Po drejt pranoj ftesën, i lirë thuj, për izat Allahit ka me shku. Se vallaj, qa pranimi ftesës tane, ka mu bo rezultat që Allahit timi t'i apë shumë dirë, dhe më thonë të rëskut tanë që i gi vazhdimisht. E dashër në lëzër besimtar. Muhamedi a.s. e pranon të bile ftesën edhe të fmive. Valla me në athirë në i fmi, Allah i hajrë, dhe më thonë, shumë zorë është me pranu në iftes në ifmijes. Dhe më thonë, që që transmiton e Nesi radiallahu anhu, thot shkova me Muhammedin a.s. të një robaçeps, i cili i dha Muhammed a.s. dhe më thonë, një sahan me bukë edhe mish, edhe pasaj ju këthi punës. Dhe më thonë, a ishte fmi, a robaçepsi, fmi, bash fmi, 8 vjetës, zanaci, ama, pejgamberi a.s. nuk ja këtha iftesën, që e kina këtu një mësim, mos u ban me një madh, mos u ban me një madh, ki frikë Allahun azza wa jall, pi 2 pika uji kriju mje. Për gjithë ftesës çdo kujna. Mos u ban kishe unë veç takime zyrtare. Nuk jeti presidenti dunjas këtë takime zyrtare mi pot. Nuk jeti njëri më me pozit në dunja që i refuzon ftesat e njerëzve që të ftojnë vazhdimisht. Nuk jeti njëri më i përzgjedh i kësaj dunjaje. Nuk je as e vlia i Allahit azza wa jall. Do thon pranoj ftesat, mos u ban me në madh. Banuj për ulur se vallahi Allah azza wa jall e do njërin e për ulur më shumë të pikë njerëzve. Do të thonë, ki kujdes mos u ban me ndje madh me njerëzit që të ftojnë ty vazhdimisht. E për këtë arsye, Muhamedi a.s. u ftue me një vend, ama mas ati erdhe dhe një paftum. Transmetohet se pejgamberi a.s. kur e pa një ensar me emrin Ebu Shuaib, Muhamedi a.s. e kishte kaplu uria. Shumë mund. Allah kjo është pjesa e parë që pejgamber të Allahit nuk ka qenë milionera, do thonë këtë aspektin që ati me po të bëjë lëk, këtë rahat, janë pejgamberi Zotit, jo vallaj janë konë fukara, vallaj janë konë fukara që kanë hekë edhe për buk, dhe ka pa situata që edhe buk s'kanë pa të me hongë, e kër e pa, do thonë ki Shuaibi, Ebu Shuaibi, se pejgamberin a.s. e ka kaplu uria, i tha, mjerë për ty, o kasapjem, se robe kishte kasapin, shko pregadit për 5 veta, se ka marrë pejgamberi a.s. me 5 veta, edhe pejgamberi a.s. shkoj, ama mas pejgamberit edhe këtyje 5 vitave ju vënu njën edi edhe shka sa ka një ftum. Edhe kur shku në deri mrejna, kur hinën, po hinë dhe ki paftumi, pejgamberi a.s. tha, që ki është i paftum. Kena u kanë gjithë, do të thonë në ka orët prej mas. Nëse do, pranoje. Nëse nuk do, mund është mi thonë dil. A i këpëton, të lire ki, paftum mos shko. Do të thonë, kur tirë dikush. Në këtë moment, ki i tha, jo, ja Rasulullah, në të vjene edhe ki me neve, do bin nga kjo hadith shka në tjerna, a di shka i bit që ki hadith? Ti bandarsëm shpijen tane, ti bandarsëm restoranin tane, me të ardhë misafir të paftu. Si dush ti e pranon, i thu, mirësart i ja, ma nëse do më nëshmi thonë, hezë vëlla prej këto, nuk i mirësart. E dobi janë që
Do të thonë nuk ky gjuna, nuk i mëkat Allah azza wa jall, nëse njërin e paftuar i thonë nuk i je i mirësart. E dashur vëllezër besimtar, edhe pika e fundit, do të thonë që ta nxjerrim me këtë pjesë është që Muhamedi alayhis salam shkonte te shokët e tij që ata ta mikpritnin. Për shembull, Muhamedi alayhis salam e takoi, do të thonë transmeton Abu Huraira se e takoi Ebu Bekrin edhe Omerin mes natës. Para më mes natës, për shembull, me dalin në lagjë, edhe më u taku hoxha. Dalin Ebu Bekri edhe Omerin mes natës, edhe kur ishte pejgamberi alayhis salam i thot, "Çka ju kanë nxjerrë juve mes natës?" Thot, "Vallai neve na kanë nxjerrë mes natës uria." Do thonë shumë mundina. E pejgamberi alayhis salam thot, "Edhe un vallai më kanë nxjerrë çka, edhe un shumë mund janë." Edhe bashkohen të tretë dhe shkojnë te një ensari, te një banor i Medinës, edhe kur shkojnë aty i bin derës del gruaja vet. Edhe kur i sheh thot, "Ku është i Zoti i shtëpisë?" Thot, "Ka shku me mush ujë." Edhe ama i fton mrena, hajde jeni mrena. Do thonë, "Jo mi refuzoj mysafir." Këtu transmetohet se mund të më keq kuptuar kjo hadith. Gruaja domethënë ka ditë që është pejgamberi Allahut alayhis salam. Domethënë ka ditë që është i pagabushëm. Jo me çku menja se s'mund të më thirr gruaja jote për shembull mes natës dëni burri hyn mrena. Domethënë këtu ta kena çark këtë pjesë. E ka ditë që burri ka mu kthir sigurt edhe i ka ftuar brenda, edhe hyn brenda e presin. Kur hyn brenda burri tash kthehet te shtëpia, kur i sheh, pa ka njerëz më të mirë, pejgamberi alayhis salam, Ebu Bekri, Omeri. A ka me këtë tresha, mundesh me krahasu. Thot çysh pas ka nderuar Allahu azza wa jall mua me mysafir, kërkan se ka nderuar. Edhe në këtë moment, do të thonë këtë moment, ja ban ky thot, jam të shkuar me therr një dele. Edhe pejgamberi stam thot mos e therr çka është e çumshtë, dele tamlit, thot jo thot kam e therr. Edhe e therr, edhe hajn buk, e pejgamberi alayhis salam masi ngihet me shokët e tij, ja u thot një fjali ku i thot pashaat në pashaat i cili shpirti jemi është në dorën e tij. Në këtë rast për Allahun azza wa jall, thot kina mu marrë llogari te Allahu azza wa jall për këtë kënaqësi ditën e ringjalljes. Thot uria ju nxori nga shtëpia e Allahu azza wa jall po ju kthen gopt në shtëpinë e juve. Nëse kena hiç këtë problem, valla Allah i na fal. Allah i na fal ja Rabbi. E dashur vëllezër besimtar, s'ban me thon besimtari pikë këtij hadithit e mësojna, s'ban me thon besimtari, o Allah, pse i piti dhon qafirit e di, o Allah, pse i ti dhon pa besimtarit? Ki s'beson ti, pse s'u jep mua? Do thonë nuk guxon mi thon Allahu azza wa jall. Kto ishin të kënaqsh edhe kur Allahu azza wa jall do thonë i spravonte edhe kina mi lexu ajetet kuranor, thon për fund ligjëratës, do thonë shembulli se kush është baba i mysafirëve? Baba i mysafirëve Allah e përshkruan Ibrahimin alayhis salam. Do thonë Ibrahimi alayhis salam ka qenë baba i mysafirëve. Allahu azza wa jall thot hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin. Allahu azza wa jall thot atë ka ardhur ty lajmi, do thonë atë ka ardhur ty muhabeti, do thonë që mysafirët më shumë të nganderu Ibrahimi alayhis salam. Kur hyn ata dhe i than selam, paqja qoftë mbi ty, ai përgjigj, do thonë aleikum selam, edhe paqja qoftë mbi ju. Thot ju jeni njerëz pa njohur për mua. Ibrahimi alayhis salam, pastaj shkoi te njerëzit e shtëpisë duke sjell një viç të njom të pjekur. Para mendo, thon më të shtrenjtën e shtëpisë vetë ka marr. Jo më aqiti ato çka ka mbet në shtëpinë tonë, thotat. E pastaj vazhdon dhe e vuri atë përpara duke thon a nuk do hani, ja ushtroi, a nuk do hani. Edhe ajeti i fundit është pastaj ai ndjeu frikë nga që nuk hangrën, ata i than mos ki frikë. Dhe i dham lajmin përgëzues të një biri të mençur me dije për Allahun, për fen dhe për Islamin. Këto që ishin mysafir, ishin kush me lek të Allahut, edhe këtu i kena veç mësimet e fundit, edhe përfundojmë. Ai u asjell kë ushqimin që para mendo, a di pse ja u sjell kë ushqimin? Që mos mi thon mysafirit, çka merresh ti ushqimin? Ja. Mos mu bezdis, ja u bekeç aty. Mësimi i dytë është mos e prit mysafirin me thon po më hahet buk. Mos e vet mysafirin atë hahet buk. Shtroja drejt sofrën. Ibrahimi alayhis salam si vetë ai një unta si një unti ja. Ajo hahet buk. Automatikisht shkoi mur ushqimin edhe ja u sjelli, hul nu hani. Edhe këshirne, çfarë butësie Ibrahimi alayhis salam nuk ju tha pse s'po hani. Do të thonë me butësi ja shprehi ja që ju sinituan ato ishin melek. U tut mos nashta s'piu pëlqen ushqimi, po mysafirit kur mos e prit me thon, valla buka të më hang. Si ta bish punën me thon mysafirit buka të më hang. Atëherë do të thonë ti shkoj me se vape, me këtë punët tua që ke bërë. Do të thonë, mysafiri nuk pyetet apo të hatë bukë. Mysafirit veç i shtratë edhe i thu, bujrum dashamir jem, bujrum ha sa të hatë. Edhe do të thonë e kuptojmë mësimin e fundit që Allahu e do mysafirin, Muhamedi alayhis salam e do mysafirin, edhe ne jena të obliguar me dash mysafirin. Ai i cili e do mysafirin, ai e do Allahun, e do pejgamberin alayhis salam, edhe kam i fituar shpërblimet të Allahu azza wa jall. Dhe me këtë lutim Allahun azza wa jall që Allahu neve dhe juve të na permision wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.